Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Të shikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Hollanda është një shtet shumë i zhvilluar i Bashkisë Evropiane, si e dinë të gjithë, dhe indikatorë shëndetësor në këtë vend janë shumë pozitiv dhe mbase edhe ndër më të mirët në gjithë Evropën. Pjo të rregoj disa informata lidhur me sistemin shëndetësor të Hollandës dhe mandej do të provojmë të bëjmë një analogji edhe me ne. 91% të vizitave në kujdesin shëndetësor në Hollandë bëhen në kujdesin primar apo në mjekësinë familjare, 5% në atë sekondar dhe vetëm 4% në terciar. Për 91% vizitave në shëndetin primar, shteti holandez apo populli holandez shpenzon vetëm 10% të buxhetit total për shëndetësi në këtë shtet. Si është situata me mjekësinë familjare dhe kujdesin primar shëndetësor dhe shumë gjëra tjera të cilat për sonte nuk janë edhe konvencionale, por nuk janë zakonshme, sikurse edhe në emisionet tjera, ne sonte do të flasim për këto tema me mysafirin ton të cilën e kemi në studio. Bëhet fjalë për doktor Iluzim Dylen, i cili është specialist i mjekësisë familjare dhe është magjister i shkencave të mjekësisë familjare. Mirëmbrëma doktor dhe mirë se erdhe në emision. Mirë se jeni. Doktor, jemi dakordu që me ju drejtu si doktor Lul, për arsye se të afërmit e ju thrasin në këtë mënyrë dhe shoqëria, kështu që besoj që jemi në rregull në këtë aspekt. Jeni bashkëthemeluesi i mjekësisë familjare në vendin tonë, jeni ndër 10 partë që kanë filluar në mënyrë zyrtare në një trajnim i cili ka qenë i aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë, UN-i në atë kohë apo Kombet e Bashkuara, që kanë qenë përfaqësuar nëpërmes UNMIK-ut dhe Kordetit holandez. Përveç kësaj e përmenda që jeni ju edhe një koleg tjetër ju i të vetmit mjek familjar të cilët e keni edhe titullin akademik prej në magjistit në shkencat mjekësore. Jeni një person i cili, sa unë e di, keni njëri më të mëdha, sidomos kur bëhet fjalë edhe për legjislacion shëndetësor, nuk një person në komunën tonë që heq, po edhe ndoshta edhe në Kosovë pi mjekëve të cilët janë më kompetent të flasim edhe për këto gjëra. Edhe në fundi doktor, besoj që përfundova me prezantim, sepse nuk është edhe lehtë që një mjek t'ia pranon mjeku tjetër gjitha këto veti të mira. Na tregoni si ndodhi që ju të shkoni në Hollandë me kolegë tjerë dhe pse vendosit me shku? Atëherë e fillojmë një kronologji pasi që jam bërë 25 vjet që ka filluar ky koncept. Edhe për opinionin e gjerë me qenë të njoftun ose mirë dhe herë mirë për kuptu se si ka filluar krejt koncepti i kujdesit parësor shëndetësor i bazuar në mjekësi familjare. Fillet e para viti 2000, takimi i parë në Pej, një grup i mjekëve të përgjithshëm, bëhet një seminar lidhur me kujdesin parësor shëndetësor dhe në kohë për mjekë të përgjithshëm, që përveç termjerisë se kishim asnjë uni që ka specializim në mjekësi familjare. Më thonë ka qenë një formatat e para, mandej viti po të njëjtin vit, maj ka qenë një konkurs i hapur për trajnim në mjekësi familjare në Hollandë, organizoi ke Kordedi dhe atëherë ndjeri doktor Ilmiri ka qenë si pishtar i kësaj iniciative, shumë i devotshëm lidhur me kujdesin parësor dhe mjekësinë familjare, i informuar mirë gjatë tërë kohës me sistemin holandez të kujdesit parësor dhe ne 4 në Gjakovës, 4 mjekë Gjakovës mjekë përgjithshëm për vizitë në Hollandë lidhur me mjekësinë familjare. Të 4-tit 10 krejt Kosovës, por në 4 ishim në Gjakovës. Të 4-tit pa pas një uni shumë të mëdha për specializimin e mjekësisë familjare. Dhe kështu filloi. Mandej ka qenë trajnimi atje, por jo vetëm për shkasi klinike, por ka qenë edhe për metodologjinë e mësimdhënies.
kur kemi mësu për metodat më të reja të mësimdhënies, që për ne ishte diçka shumë e re. Mandej kënaqeve që ka në Kosovë, veç pas fillu organizimi i një programi të përshpejtuar të mjekësisë familjare për të gjithë ata mjekë të Kosovës, të cilët kishin mbi 10 vjet përvojë si mjekë të përgjithshëm. Ata kur u kthym, vazhduam në potnetin trajnim dhe kështu filloi fillet e para të trajnimit, një herë si trajnim, mandej është fut si program i rregullt i specializimit. Fut si program i rregullt sepse ka qenë libri i verdh i parë në qeverinë e përkohshme atëherë të Kosovës si legjislacion për sistemin shëndetësor, ku dhe në atë kohë, edhe në librin e vet, po edhe në ligjin për shëndetësi viti 2013, kujdesi parsoror ose mjekësia familjare është gur themeli i sistemit shëndetësor. Dhe është menduar që të gjitha duhet fillohet nga një sistem i mirë organizuar kujdesi parsor, i bazuar në konceptin e mjekësisë familjare. Kujdes parsor kanë edhe shumë shtete tjera, ka pas edhe para luftës, por ka qenë i bazuar në poliklinika. Dhe është hera parë, domethënë mas luftës, që Kosova ka përvetësuar kujdesin parsor të bazuar në mjekësinë familjare. Sot janë 25 vite që nga kjo kohë. Sot në Kosovë kemi mbi 700 mjekë të specializuar mjek familjar, që kanë kryer specializimin e mjekësisë familjare. Dhe kemi gjatë programin e vijojnë tani për tani diku rreth 40. Kosova ka arrit me pas qendër për zhvillimin e mjekësisë familjare, jo katedër, përse s'ka pas skuadra me titull akademik. Dhe atë program e ka udhëheq Kolegji Mbretëror Angles. Dhe po kaloj Kolegji Mbretëror ka bënë punë dhe ashtu bëu ende, do thonë e bën akreditimin si programi vetëm i akredituar në Kosovë. Programi i specializimit është programi i vetëm që akreditohet çdo 3 për Kolegjit Mbretëror të Britanisë së Madhe dhe shumë kolegë tonë që quhen trajner, po ata janë mësimdhënës që 20 vite ata marrin pjesë rregullisht në përgatitjen e kuadrave të reja ose specialistëve të mjekësisë familjare, janë trajnues ndërkombëtar internacional të Kolegjit Mbretëror antar të rregullt të kësaj katedre të Mbretërisë Bashkuar. E kem themelu, domethënë Kosova ka rrimë me themelu qendër për zhvillimin e mjekësisë familjare si formë katedrës, sot asaj dite ka mbetë ashtu. Dhe në kuadrat e ministrisë është divizioni për kujdesin parsor shëndetësor, e cila kryen punë mirët me programin jo vetëm mjek familjar, po edhe të infermerisë familjare. Dhe në njëjtën kohë paralel kanë heqë dy sistemet për me pas sot kur kemi mjekësi familjare. Gjakova ka qenë peshtar, për edhe emërtimin qendrat e mjekësisë familjare është pikërisht në Gjakovë, është emërtuar në me Kordejt, ish Kordejti, një organizatë jo qeveritare hollandeze, cila ka kontribuar shumë në përshëndetësi edhe për programe tjera, po përshëndetësi sidomos. Dhe aty është emërtuar se si të emërtohen ambulantat, deri atëherë ambulantat e mjekësisë, si kanë qenë ambulanta, janë emërtuar si qendrat mjekësisë familjare, me një farë regionalizimi se një ambulantë e mjekësisë familjare, brenda me pas 5 mjekë mjekësisë familjare, sepse indikator ka qenë një mjek familjar në 2000 banor. Edhe ky ka qenë incentiv atë kohësh për me arrit Kosova numrin e mjaftueshëm të mjekëve familjar për kohë të banorit. Legjislacion patjetër që është për numër mjaft, kujdesin parsor shëndetësor. Këto janë disa prej arriturave që shkarazi i përmendëm, ka mjaftueshëm sepse është eksterne dhe stacioni mjekëve familjar që ka japur një kontribut të madh në avancimin e programit, domethënë për filleve të organizimit të shoqatës. Këto janë ato të arritur që kemi deri më sot. Për nalëm në Gjakovë. Gjakova ka rrimë me këto iniciativa dhe me përkraje të mbështetjen e shumë aktorëve të atëhershëm. Nuk duhet me lënë në drejtoratin për shëndetësi, ka qenë doktor Faria, drejtori, ka qenë doktor Burimi, si Burim Gujani, që kanë avancu këtë program dhe i kanë nxit mjekët e përgjithshëm me marr specializimin në mjekësi familjare. Dhe me vetë dëshirën ne kemi rri me pas Gjakova diku 40 specialistat mjekësi familjare. 3 të ndjerë, sot nuk ekzistojnë, 2 të pensionuar, që prapë është
nuk është mirë për arsye se ne duhet kemi nevojë për mjek familjar, asnjëherë nuk mund të arrijmë numrin e dëshiruar mjek familjar, sepse nuk arrin as Evropa. Përkundrazi, ata janë në alarm se si me e rregullu këtë çështje të mjekëve familjar, numrit të mjekëve familjar për kokë banorët. Faleminderit doktor. E përmendët situatën në Gjakov, është mirë ta kujtojmë një fakt që qendra e parë e mjekësisë familjare në Kosovë është hap ose është formuar në Ponoshes, është quajtur QMF apo qendra e mjekësisë familjare në Ponoshes, po ashtu qendra e trajnimit e mjekësisë familjare në Gjakov është qendra e parë e llojit të tillë në vendin ton, ku janë trajnuar shumë mjek, atëherë të Rrafshit Dugaxhinit vazhdojnë akoma dhe sot një pjesë të Rrafshit Dugaxhinit të trajnohen aty bashkë me shumë infermierë. Doktor, i përmend disa të arritura cilat ishin sfidat apo cilat janë sfidat dhe cilat janë ato pika apo çështjet të cilat ju keni menduar që sot mas 25 vjetëve duhet të ishin të kryer apo akoma nuk janë? I përmendë me vend i përmendë qendrat e trajnuesve, se në kuadër të qendrat të zhvillimit mjekësisë familjare kanë qenë qendrat e trajnimit, të qendrat e trajnimit në parë Kosovën. Qendra e parë ka qenë Gjakov, e cila ka mbulu Pej, Gjakov dhe Prizren. Të përfshi aty dhe Junikut, komunën e Rovecit, Malishevës regional, kanë qenë qendra regionale. Dhe gjeneratat e para kanë qenë me trajnues ndërkombëtar, përmenda, që është marrë programi specializimit i mbështetur prej organizatave botërore të shëndetësisë. Se shumë organizata kanë ndihmuar këtë program me qenë i suksesshëm. Të përfshi organizatën botërore, Bankën botërore, Kordetin në Gjakov, secila komunë ka pas organizata lokale, prej vitit 2007 ose 2008, ashtë saksisht ka qenë qeveria Luksemburgut, e cila deri më sot ka qenë përkrahëse shumë e madhe kujdesit parsorë. Mandej qeveria zvisrane, përmes programit vetë prej vitit 2016, shumë kanë ndihmuar organizatat për avancimin kujdesit parsorë shëndetësor. I përmendë jo rastësisht gjitha këto përkraje që kemi pasur nga jashtë, për arsye se përkundër asaj që në legjislacionin tonë kujdesi parsorë shëndetësor është ndarë në 3 nivele. Publiku privat po në 3 nivele të organizimit, nivelin primar, sekundar dhe terciar. Nivelin primar se parsorin është i bazuar krejtësisht në mjekësinë familjare. Dytësori është i bazuar në spitalet regionale, poliklinika specialistike, ambulanta specialistike, poliklinika stomatologjike, etj., shpitë, qendra shëndetit mendor, dhe ato terciar, që është qendra klinike universitare, qendra klinike stomatologjike. Përkundër gjithë këtyre investimeve, brenda nuk kanë gjetë mbështetje nga politikbërësit në Kosovë. Duhet, s'kemi detyrimisht duhet me përmend, për arsye se çdo legjislacion i punuar, se udhëzimet administrative që dalin si derivati i ligjit për shëndetësi, e kanë tejkalu ligjin. Për arsye se ne kemi udhëzim për kujdesin parsorë shëndetësor që gjithmonë e ka mbi kalu ligjin për shëndetësi. Do thonë çdo udhëzim administrativ është tentuar të futen brenda organizimit jo vetëm mjekësi familjare, po të futen në specializime të tjera ose maternitete në ato vende kur spitale, ku ligji e përcakton që në kujdesin parsorë duhet të pas vetëm mjekësi familjare. Dhe synim i tërë organizimit politik, sistemi shëndetësor duhet të qenë ka fokusi me arrit normativat ekzistuese që janë para pone. Nimi ja kanë 2500 fillim, po me qenë se numri mjek familjar nuk është në rritje, po është në zvogëlim, sepse mosha mesatare e mjekëve familjar është në rritje, numri i mjekëve të rinj të interesuar për këtë program është në zvogëlim, kemi disproporcion, përkundër fillimi që ka qenë, do të thonë fillet e para të mjekësisë familjare, atëherë kur përkraja ndërkombëtare ka qenë shumë e madhe, kur kjo përkraje është zbe edhe interesimi dhe organizimi i kujdesit parsor, jo vetëm komunën e Gjakovës, por gjithandej. Kështu që sot nuk e kemi atë numrin e dëshiruar, numri e mosha mesatare mjek familjar është në rritje, pensionimi i tyre në moshën gjatë apo shpërqare është shumë i madh, kështu që qytetarët e Kosovës nuk do të arrijnë ta kenë mjekun e tyre familjar ose mjekun e tyre personal. Doktor, ty ndërprej.
do thot rreth 40 mjek janë familjar në 36 në punë. E përmendet moshën mesatare sipas një vlerësimit për afërt, brenda 7-10 vjetë është 70% mjekëve që sot janë në punë, mjekë familjar do të pensionohen. Nuk shohim ndonjë iniciativë as të politik bërëzët shëndetësor, po as qeverie lokale dhe qendrore që të mirën me këtë punë. A keni ndonjë mendim se si duhet të zgjidhet kjo problem, se me të vërtet atëherë na jemi të kthy në regres? Pikërisht, pra nuk kemi incentiva të reja nga politikë bërëse, që lokal, por edhe qeveritar, nivelin qeveritar, për joshen ose motivimin e mjekëve të ri të orientohen ka kujdesi parsorë ose ka mjekësia familjare, e cila është determinisht është detyrim ligjor i organizimit sistemit shëndetësor në Kosovë. Ka disa lëvizje, sikurse ka fillu sistemi i përzgjedhjes së mjekut personal dhe në portalin Mi Kosova janë të emëruar të gjithë mjekët. Ne nuk e dimë se s'kemi feedback prej këtij procesi, se sa janë të regjistruar në këtë portal. Faza eksperimentale. Po jo, ka fillu, nuk është ka kalu faza eksperimentale, se 2025 viti është i nominuar si vit kur duhet fillohet me përzgjedhjen e mjekut familjar dhe regionalizimin e komunave bazuar në qendrat e mjekësisë familjare. Dhe këtu ky proces prap ka shkare për arsye se nuk është i barabartë për të gjithë mjekët, për të gjithë banorët. Për arsye se ka shumë vende që nuk kanë mjek familjar, Gjakova është një prej tyre në çat rrugë, se siç e tha, ti kemë shumë shpejt kemë mbet pa mjek familjar, dhe mjek të ri nuk e shohin si interes specializimin e mjekësisë familjare, dhe ka mjaft komuna të cilat nuk kanë mjek familjar, specialistat mjekësisë familjare, dhe zëvendësimin e tyre e bojnë me mjek të përgjithshëm, që nuk është në rregull, për arsye se privohet e drejta e disa qytetarëve të këtij vendi, mos me pas mjekun specialist mjekësisë familjare, po me pas një mjek të përgjithshëm. Këto janë ato iniciativat që niveli qendror, po edhe lokal, duhet me pas të orientuar ka motivimi i mjekëve të ri për të drejtu ka specializime të cilat janë me interes për qytetarët, për interes për shëndetin publik. Arsye se mjekësia familjare dinë që ti e përmendet që në Hollanda që është, jemi të folur për një organizim shumë në nivel të lartë të organizimit të kujdesit parsor, por nuk është veç Hollanda, ka mjaft. Po meqense neve mjaft shtete, po meqense neve jemi edhe bëjmë pjesë në vendin me tyrat shumë të ulta, ku neve na vijnë shumë programe mjekësisë familjare për arsye se na vijnë me pas shëndet publik të mirë. Do të thonë popullat të shëndosh. Ky është edhe synimi i Ministrisë së Shëndetësisë, edhe i krejt Republikës Kosovës, që të kemi popullat të shëndosh. Ka përfshin koncepti i mjekësisë familjare, përfshin gjitha, të fillu prej promovimit shëndetësor, edukimit, diagnostifikimit, trajtimit, edhe përcjelljes të sëmundjeve kronike. Organizatat e cilat janë të ndihmuar shumë në këto programe, jo rastësisht të përmenda janë organizata e zvicerane, e cila ka filluar nga viti 2016 dhe fokusin e saj në sëmundjet më të shpeshta, sëmundjet kronike. Dhe aty ka bërë punë të mjaft, po përkundër sëmundjeve kronike është të bëni punë të mirë edhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të kujdesit parsor shëndetësor, me ngrit sistemin e shërbimeve cilësore, sistemin e menaxhimit të cilësisë brenda të gjitha institucionet e komunës. Ka filluar pilot diku në 20 komuna, tash është të përhapur në të gjitha komunat e Kosovës. Që të fillojmë sepse institucionet e kujdesit parsor shëndetësor publike, private nuk di sa ka, publiket duhet të synojnë akreditimin e programeve të tyre, të shërbimeve të tyre. Që duhet të
të afrojnë shërbimet cilësore sipas standardeve të cilësisë, sikurse është standardi ISO standardit, që është 2015, 9000-2015 për cilësi. Dhe është të bërë një punë të mirë shumë, por çka duhet bërë në vijnë resurset. Ne kemi resurset pamjaftueshme të mjekëve familjar për kokë banorët në të rrafshën e Kosovës. Mosha, thamë, motivimi i mjekëve të ri është kanë mungon, përkundër disa programeve që kanë filluar me rregullimin e ligjit të pagave, por mungon edhe sigurimi shëndetësor. Nuk kemi sigurime shëndetësore, s'kemi kartela shëndetësore, që është detyrim, s'kemi listat pacientëve, mjeku, listën e pacientëve s'ka, do thonë pacientët nuk kanë mjekun e vetë për zgjedhur, nuk kemi termine kujdesit parsor, dhe ato vende kur s'ka mjek familjar, po zavendësohen me mjek përgjithshëm, që nuk është e barabartë, se shërbimet duhen të qenë barabarta për të gjithë banorët e Kosovës. Atëherë duhet me pas iniciativa të reja, qeveria, kjo është e bjen kryekput Ministrisë së Shëndetësisë, që me programet e saj, që sa më tepër mjek e përgjithshëm të orientohen ka kujdesi parsor shëndetësore dhe mjekësia familjare. Rregullimet e licitacionit, se përmes licitacionit ne mund të organizojmë më mirë, që çdo institucion privat i cili licencohet duhet të pas statutin e vet, kjo vlen edhe për institucionet publike, që kemi një standarde. Institucionet shëndetësore publike të palicencuara, dhe ende s'ka filluar procesi licencimit tyne, e me mos flasim për procesin e akreditimit, që thamë parës për me ngritë standardin e cilësisë së shërbimeve, përderisa institucionet private të gjitha duhet licencohen. Kur kemi tejkalim të legjislacionit, kur udhëzimet administrative e tejkalojnë ligjin e shëndetësisë, paramendojnë që ka ndodhur mandej me statutet, me organizimin të mbrojtshëm të institucionit kujdesi parsor shëndetësor. Detyrimisht hapet rruga që edhe statutet e kujdesi parsor shëndetësor të tejkalojnë udhëzimet e kujdesi parsor shëndetësor. Kështu që po kemi tejkalim të legjislacionit të fuqi. Dhe kjo është një prej atyre elementeve të cilat ndikon edhe në motivimin e mjekëve familjar, sepse ti ke pas mjek të papunë, se nuk ki një organizim të mirë dhe nuk ki vazhdimësi të resurseve, se për përgatitjen e një specialisti vyn kohë, nuk mjafton veç edukimi. Përveç edukimit duhet edhe monitorim mas edukimit, se për më po plotësisht i aftë për me vazhdu listën e pacientëve që një mjek i pensionuar mund t'ia lënë mjeku të ri, duhet me pas një monitorim nga mjeku i vjetër. Këta nuk janë të pas si element shumë të rëndësishëm, dhe më thonë vazhdimësinë e përcjelljes së mentorimit të mjekëve të ri, edhe atyre që marrin mjekësinë familjar, po edhe mjekëve të cilën janë mjek përgjithshëm, që duhen me qenë pikëqyrët e mjekut familjar, specialistë në mjekësi familjar. Doktori, i përmendet disa nga aktorët të cilët duhet me ndiku në përmirësimin e kësaj situate lidhur me rritjen e numrit të mjekëve familjar, po që mos mesim borxh edhe asociacionit mjekëve familjar, ku edhe ju jeni anëtar, nuk është që janë duke zhvilluar ndonjë iniciativë, ndonjë konferencë, ndonjë tres rrëmbullak, s'po unë nuk e kam këtë informat. Me këto temat kaq të rëndësishme, organizojnë konferenca ku mas kohë me tema krejt tjera që janë po ashtu të rëndësishme, po jo si kjo. Unë mendoj që edhe mjek familjar duhet vetisohen se nuk përfundon mjekësia familjare me ne, ose nuk përfundon ky sistem pas pensionimit të mjekëve të cilët janë aktiv, dhe tash po vijmë te një fakt si e përmendet mjekët e përgjithshëm. Sipas informatave të marra nga Oda mjekëve të Kosovës, rreth 600 mjekë të ri të përgjithshëm, gati çdo vit kjo ndodh, s'po 5 vjet e fundit janë pa punë. Kjo është pa kuptim, për mua shumë e pa kuptim, kur e kemi parasysh se krejt Kosova, përfshi edhe institucionet, po dhe shoqëria, apelojmë që mjekët e ri të mos e lëshojnë vendin, sepse kemi nevojë për këta mjekë, njëkohësisht ne shumë pak bëjmë për të njëjtit. Duna mi përmend, bas përvojës edhe informatave të cilat i kom, që mjekët përgjithshëm më të vërtet ata të cilët janë punësuar në shëndetin primar në Gjakov, s'po ku në Gjakov besoj se kudo është e njëjta,
me të vërtet na si mjek më të vjetër duhet, edhe si shoqëni duhet mu krenu me këta mjekë të cilët me të vërtet e kryejnë një punë shumë të mirë dhe janë shumë bashkëpunues, edhe e respektoj mundin edhe të mjekëve të cilët e kanë përgatit një farë mënyrë trenin për me ardhë në këtë situatë mjekësia, në këtë situatë që është. Shpresoj që shumë më mirë se kur kanë fillu mjek familjar në viteve 90 2000. Unë me të vërtet nuk mundam i kuptu këtë forcë të politikë bërzëve që qesin lotë krokodilit, ata është dhe qujtur, e të njëjtën kohë, me të vërtet një mjek ose mjeke, me kalu 3-4 vjetë, 5 vjetë, mos më punësu, përdesa Gjermania i merë me njëherë, me ato kriterë që i kanë, kur nuk kanë mundësi të punësohen në asnjë fshat, asnjë komunë, në Gjakovës, është për me na ardhë keq gjithëve. A ka zgjidhje sipas mendimit kjo? Sipas mendimit juaj? Tham që është në dorën e politikë bërzëve, se si do të orientojnë politikat e të në për kuadrat të reja, për mjek të rinj. Mjek të rinj kemi shumë devotshëm, që është tha, nuk kemi nevojë me i lavdru, se janë shkëlqyshëm, por mjeku është investim shumë i madh familjar, shtetënor, që derisa të mrrinë me kry studimet bazike. E lënë mandej që për me po një punë pavarë në vynë specializimi, çfarë do qoftë specializimi dhe monitorimi që thash për nga mjekët e moshun para tërë. Ne mund të flasim për Gjakov, mjekët përgjithshëm që sillen të përfitet mbi 30. Aktualisht pa punë. Aktualisht të pa punë. Dhe kjo situatë me siguri është gjithandej në Kosovë. Mund tjetë edhe më keq. Edhe mandej ne themi se si mjek familjar, si mjek të përgjithshëm atëherë ose mjek në përgjithësi tentojnë me ik se është mundi më për me mrri deri në këtë nivel, me kry studime bazike dhe mandej nëse ai nuk e shpreh gjithatë mund në praktik, atëherë është humbje e gjithë atij mundi që ai mjek e ka bërë për më arrit me atë titull. Nuk e di se si do, po kjo është politikë Ministrisë së Shëndetësisë që vonohet në adresimin e këtij problemi, se ne kemi shumë spitale të cilat janë pa specialist, do të mos thirrën spitalin që e njohim më mirë, regionin tonë, kur nuk kemi specialist fushës dhe kemi shumë raporte të cilat kanë bën me 1 ose me 2, edhe aty mosha mesatare. Është mbi 57. Sillet po ashtu si se jemi kjo gjenerat, dhe se si nuk ka një program të adresimit të këtij problemi që mjekët të cilët kanë bërë një përvojë me lshu vendin mjekëve tjetër. Kjo më smirti, unë po them i shërgullu edhe përmes shoqatës së Asociacionit Mjekëve Familjar që përmendet, që duhet me pas rolin jo vetëm në organizimin e edukimit vazhdueshëm profesional për mjek që është domosdoshmëria, është pjesë e punës së mjekut, edhe ngritja profesionale, vazhdimi i edukimit, por duhet me ndiku edhe në ngritjen e alarmit kuq për shqetësimet që ne veç po i diskutojmë këtu. Por është inekzistent komplet, Asociacioni Mjekëve Familjar është inekzistent. Orientimet e tyre janë fokusuar drejt për drejt vetëm në programet e edukimit të vazhdueshëm për mjek familjar. Ne kemi me ato iniciativa që kanë për vjetoret ose ndaj program të cilin është përkrahur prej ndonjë organizate të jashtme, po jo që ka në roli i tij duhet të qenë në ngritjen e këtë në shëtësineve në ministrinë dhe në politikat që bëhen në Ministrinë e Shëndetësisë. Prandaj nuk kemi mjek, themi se s'kemi mjek, kemi mjek pa punë, kemi raporte pa specialista, kemi mjek që na sillen rrugëve, kemi mjek përgjithshëm që mund t'i bojnë edhe 5 vjet, pushtim në kujdesin parsorë shëndetësor, si mjek i përgjithshëm, edhe nuk shet dritë për me orientu çfarë do të qoftë specializimi, për me lëshu vendin për mjek e përgjithshëm, për me bën një përvojë të mjekut. Këto iniciativa duhen me qenë, nëse
pushteti qendror ose Ministria e Shëndetësisë nuk ka atëherë se cila komunë duhet mi pas për planin e vet, për arsye se kompetenca e kujdesit parsorë është mbetet niveleve komunale dhe këto duhet me fillu me mendu se si me mblu këtë fushë kaq të ndihshme, me pas programe motivuese për mjek të ri, që me marrë këtë programin e specializimit mjekësisë familjare, që me fut në këtë program, e jo mos me ardhë në momente kur asnjë kandidat i Gjakovës nuk është interesuar për mjekësinë familjare. Jo rastësisht ndodh kjo, për arsye se nuk ka motivim dhe nuk shohin ardhmëni në këtë specializim. Dhe detyrimisht ata shohin se si bëhet puna në kujdesin parsorë shëndetësor, kur mungon kartela shëndetësore, kur mungon sistemi mirë i organizuar, se ka filluar një sistem elektronik të karteles elektronike shëndetësore, kur mungojnë listat e pacientëve, kur mungon regionalizimi, kur mjeku nuk e din ku e ka vendin e punës, cilët e pacientat e tij, çfarë patologji pret brenda ditës, nuk ka termin, dhe gjithçka është shëtitje nëpër mjek. Parimi i kujdesit parsorë shëndetësor është rujtja e portës, mos me pas shëtitje të pacientëve derë në derë. Kjo është ka ndodhur, rujtjen e portës nuk po mrri me bë për arsye se nivelet nuk ka komunikim, nivelet në mesveti, dhe pacientat shëtisin prej derës në derë. Doktor, është mirë përmendëm disa fakte se në të vërtetë faktet nuk varren pineshta për dëshirat tona dhe ato janë të pandyshueshme. Për vitit 99-2000 kur kanë filluar gjeneratat e mjekëve atëherë të përgjithshëm, edhe mandej për 2000-shit edhe si specializonta të mjekësisë familjare për shkak mungesës mjekëve në kujdesin primar shëndetësor kanë u thu dhe në përfshatra, në gjitha ato fshatrat ku janë ambulancat të mjekësisë familjare, në për terrene shumë të vështira në atë kohë për shkak të rrugëve, kualitetit të rrugëve, ka pas nana me fëmijë të vegjël të cilat kanë udhthu ose edhe ato shtatzana që kanë udhthu nëpër ato rrugë që kanë qenë me të vërtetë sfiduese, ndoshta për gjenerata të re të mjekëve dhe pa kuptim, po asnjëherë nuk e kanë refuzuar detyrën, asnjëherë nuk janë shku sot, mendoni ju që janë të vlerësuar këta mjekë të mjaftueshëm s'paku për institucionin ku punojnë, edhe më gjërë, apo mendoni se thjesht nuk mirret kush mo me meritokracinë në shëndetësi? Meritokracia është sistemi i vlerave dhe arritjeve dhe përkushtimit. Dhe meritokracia fatkeqësisht e sistemi shëndetësor në Kosovë është për të dëshiruar. E sidomos edhe komunën tonë se ne njohim regionin tonë. Siç e thatë, mjek familjar ka qenë që ai motivi për me avansu këtë program për cilin në përcaktu. Dhe me gjitha ato sfida që i kanë kaluar ata mjek familjar, sot nuk vlerësohen në atë nivel, dhe që një prej shkaktarëve të cilët mjek të ri nuk kanë model për me marrë specializimin e mjekësisë familjare, sepse e shohin që mjek familjar nuk e kanë atë vlerësimin për punën e bën për 25 vite. Jemi të fortë për 25 vite të këtij koncepti i cili ngjes në implementim. A ka arritje? Patjetër, ne përmendëm disa arritje, po për 25 vite ku ke mujt me qenë, kemi ngec. Kartela shëndetësore ekziston që më shumë se 15 vite, fizike, asnjëherë s'u shpërdor. Listat e pacientëve, regionalizimi ka mund më bërë shumë herët, asnjëherë nuk u bë, nuk ka pas motiv për me kryer këto. Dhe detyrimisht që mjekët me moshën ka lënë dhe ata kur nuk vlerësohen, kur nuk arrijnë me ofru ato për të cilën janë përgatit, dhe pritjet e tyre, kanë pas pritje tjera, janë dëshpëruese, pavarësisht që nuk e thojnë, po pritjet e tyre janë dëshpëruese dhe të shpesh në komunikime jo formale, jo zyrtare me ta.
të gjithë shprehen një vazhgënjimi se kemi mund ndoshta me qenë në specializime tjera, fusha tjera, se ndoshta janë më të vlerësuar. E kjo është kompetencë kryesisht e niveleve komunale. Niveli komunal duhet me arrit. Sot nuk e kanë vetë. E kuptoj. Doktor, ju keni kry trajnime në disa vende perëndimore, për me Hollandën, si të porën, mandej Hungari, Gjermani, Angli, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Arsyeja pse përmendni është një trajnim që ka qenë shumë specifik, i cili është zhvilluar në Kolegjin Mbretëror të Mjekëve Familjar të Anglisë në Londër, ku janë diskutuar ndër tjera edhe 2 tema të cilat janë jo të zakonshme për mjekësi, dhe unë nuk kam mujtë dhe me tani të diskutoj me mysafirë tjerë. Kemi diskutuar shumë tema të rëndësishme edhe unë i falenderoj gjithë, po këto tema i kam datë që të i diskutoj me ju. Në kërkoj nga regjia foton numër 1 ma prezenton. Bëhet fjalë për 2 persona që janë psikolog social, David Dunning dhe Justin Kruger. Këta e kanë përshkruar të port të ashtu quajturin efektin Dunning-Kruger në përgjithësi, po unë po ta dëshirë mi sqaruju pak, me që se keni punu, thashë në atë të trajnimin në Londër, lidhur me këto tema. Në përgjithësi çka quhet efekti Dunning-Kruger dhe si reflektohet ky efekt edhe në mjekësi. Po, 2 psikologë të cilët kanë arrit me nxjerr këtë fenomen ose këtë efekt të quajtur ose kurb apo në foton 2 ku të 2 mjekë të vitinimi 1999 diagnostifikojnë, themi se nuk është në klasifikim dokumentar, po diagnostifikojnë si paragjykim kognitiv, paragjykim të njohjes. Në punën tonë përditshme, të gjithë bisedojmë lidhur me këtë efekt, po s'kemi ditë që ekziston një efekt i tillë që quhet efekti Dunning-Kruger, ku bëhet një analizë mes të besimit, konfidencës për një punë caktuar dhe përgatitjes ose kompetencës. Dhe përderisa këta kanë shpjeguar shumë mirë edhe me kurbën, kur sa më pak je kompetent, domethënë me një huni sa më të ulta, je shumë më konfident, domethënë ke besimin më të madh. Dhe në shihet në kurbe arrin pikun atëherë kur niveli i kompetencës ose i përgatitjes për temën e caktuar, çfarë do qoftë, ne flasim për shëndetësi, e kjo është shumë e prekun atakon të studentat edhe të mjekëtëri dhe profesione tjera, të punëtorë shëndetësor në përgjithësi, laborant, infermier, dhe sa më pak kompetent, aq më shumë konfident, aq më shumë besim. Dhe me kohë gjatë ushtrimit të profesionit, gjatë avancimeve ngritjeve profesionale, ky vetbesim, kjo konfidencë shkon duke rarë sa më shumë që ti përgatitesh. Dhe arrin në një kohë kur ti bën një përvojë shumë të mirë, ki arritje shumë të mira shkencore, je i përgatitur shumë mirë po nivelin e konfidencës asnjëherë ose vetbesimit asnjëherë nuk arrin sikur se ke pas në fillet kur atëherë kur ke pas më shumë të njëuni. Kjo nuk ndodh ishte, ky është ai paragjykimi kognitiv. Janë bërë mjaft studime, kanë bërë studime vetë me studentat të mjekësisë, dhe rezultatet e këtij studimi kanë nxjerrë pa që një grupi i studentëve të cilët kanë pas vetbesimin më të madh për arritjet e tyre në testet ku është vlerësuar në logjik, në humor, në duket, edhe në logjik humor, ata kanë vlerësuar që testi i tyre ka qenë mbi 60%, përderisa në realitet se është bërë 2 vlerësime, është bërë vetë vlerësimi nga studentët edhe vlerësimi jashtëm, sikurse çdo olimtim që bëhet çdo studim, dhe ka pasur sa më shumë vetbesim që ka pasur, rezultatet kanë qenë më të vogla. Dhe kjo diskrepancë ka qenë shumë e madhe, sikur vret edhe në kurb. Përderisa një grup tjetër, që edhe ky bën pjesën këtë grupin e këtij efekti, Dunning-Kruger sindromit, të efektit, të këtij çrregullimi, ku ata që kanë pasur rezultate shumë të mira, po kanë pas vetbesimin më të ulët. E tash jemi të folë për diçka tjetër. Po,
që kalon me një shërgullim tjetër, ose i cili, mirë po, tek Danik Krugeri, ku vetëbesimi është shumë minimal, krahasim me këta që arritjet e tyre kanë vlerësuar që testi i tyre ka qenë diku 70%, ata kanë pas 80%, që është shumë më afër, te këta kanë aludu që 60% testi i tyre kanë arritshmëria 60%, po ka pas diku 25%. Dhe ky efekt ka nxit mandej studime tjera dhe me pas se cili janë shkaktarët e këtij efekti. Edhe kanë nxjerrë dy shkaktarë. Shkaktari i parë është inkompetenca për temën e caktuar, domethënë pa njohurinë për temën e caktuar, sa në pas njohuri, edhe shkaktari i dytë ka qenë mungesa e metanjohjes. Metanjohja është si fenomen i të menduajt për procesin e të menduajt. Nuk kanë qenë të vetëdijshëm për ata që nuk dinë. Kjo reflektohet në punë, reflektohet në studime, reflektohet në shoqëni, reflektohet në politikë, se sa më shumë, është thënia sa më shumë që një ti e shë vetën se sa s'di. Edhe pikërisht të shpjegohet përmes këtij fenomeni. Dhe kjo mandej ndikon shumë keq në punë, ku rekrutimi i tyre bëhet për të rekrutuar persona që kanë vetëbesim të madh po kompetencë të ulët, dhe ata mund të qenë pastaj toksik për ambientin e punës dhe të vështirë për menaxher për me arrit përshpëritë e tyre për shkak të rekrutohen në punë. Për ata arsye kanë lind edhe teknikat e vlerësimit të performancës që më pa dhe më shumë me ndiku që këtë fenomen, këtë efekt me zvoglu. Që kanë bëhen ato vlerësimet që i punojmë edhe na, vlerësimet në punë që bëhen periodike dhe vjetore. Dhe aty nuk është qëllimi me vlerësu, po qëllimi është me përmirësu. Me nxjerr ato aftësi pikat e mira që ka pas të forta, mirë po me identifiku edhe fushat të cilat kanë nevojë për përmirësim. Është një formë se si me minimizu efektin Dunning-Kruger përmes kësaj forme, një prej metodave. Metodë tjetër është edhe diskutimet e grupe, kur bisedohet me grupe, kur me larmanishme, peer grupe, ku ka profesionistë të ndryshëm, me përvoja të ndryshme, dhe ata gjatë bisedës mund të qenë edhe kritik pozitiv themi, që me mujt me zvoglu efektin dhe me nxit të mësuar të vazhdueshëm, që ky fenomen me qenë me zvoglu. Doktor, mos themi se mbërgjë disa politikanëve edhe disa opinionistëve të cilët sidomos gjatë pandemisë janë shumë me menaxhimin e pandemisë dhe pse kanë qenë kompetent, edhe atëherë më kujtoj këtë thënie këtu në dy autorëve që kanë thënë kur nuk e din atë që nuk e din. Me të vërtet ata vlerësojnë veten që janë aq kompetent të mirën edhe me menaxhim edhe me prognozë, edhe asnjëri prej tyre për cilën unë përmendoj aktualisht nuk ishin profesionistë shëndetësor, nuk ishin mjek, po këta njerëz edhe nuk e dinë që në këtë mënyrë dhe zhvillojnë dezinformata, shkaktojnë pakënaqësi dhe në basa japin edhe informata edhe pa dëshirë jo të sakta. Po në aspektin shëndetësor është edhe më rrezikshme, se personat të cilat janë i kompetent për shëndetin, se janë punuar edhe mjaft studime lidhur me njohurinë edhe kujdesin shëndetësor, dhe personat të cilët shumë pak kanë pas njohuri lidhur me shëndetin, kanë të pas vetbesimin, qatë konfidencën e lartë, kanë marrë edhe sjellje të rrezikshme, personalisht tu i dëmtu shëndetin e tyre. Për tyre është edhe vaksinimi, ku shumë persona të cilat janë rezistent ndaj procesit të vaksinimit, njohuritë lidhur me sigurinë e vaksinave janë shumë të ulta. E vetbesimi është shumë i lartë që ato vaksina të personat rezistent. E morëm si shembull me ilustru. Kjo është në çdo sert të jetës. Po na në sistemin shëndetësor po përmendim, se kjo ndikon shumë në çat sistemi që vlerët të meritës, sepse përmes kur njohim sistemin mirë atëherë edhe rekrutimi i stafit është më në nivel, është së pari është merita, kompetenca dhe për punën që bën jo besimi e kompetenca zero. Doktore, përmenda që kemi edhe një sindrom i cili është i kundërt për sindromin për efektit
Krüger, unë kërkoj nga regjia foto numër 3, është quajtur sindromi imposter, na tregoni jo si definicion, po si e kuptoni këtë sindrom dhe a ka reflektim ky sindrom edhe në mjekësi përfshi studentat, mjekëtëri, neve? Po lidhem me sistemin, me efektin e Dunning-Krugeri, kur tham se një grup i studentave që kam vlerësuar veten që nuk i kanë arritje të mira, kanë pas arritje mbi ato që ata kanë bërë vlerësimin. Sindromi impostor ose impostorizmi ose sindromi në thojza i mashtrimit është karakteristikë sidomos të studentëve, por edhe të mjekëtëri, kur të cilët çdo arritje të veten e shohin me dyshim dhe frikën që po kuptojnë tjerë që këta nuk janë të aftë me kry profesionin e tyre, hyjnë një cikël që quhet cikli i impostorizmit ose cikli i mashtrimit, të cilën kjo ka me qenë pengesë edhe në ushtrimin e profesionit, çfarëdo që profesioni, e sidomos studentëve në provime, sepse ata gjithmonë e kanë një dozë të panjohurive edhe nuk e dinë që sa vlerësoj, nuk ka vlerësim real të vetvetes, përgatitjes tyre dhe nuk njohin mandej kompetencat ku duhet të përmirësohen. Po quhet sindrom i mashtrimit dhe nuk është klasifikuar në klasifikimin ndërkombëtar të patologjive të shëndetit mendor, as nuk bën pjesë në kriteret e 25 për kriteret e çrregullimeve të shëndetit mendor. Si shumë tjera. Si shumë tjera, por është shumë prezent tek sidomos në punëtorët shëndetësor, është prezent të ato profesione të cilat duhet me pas kompetencë lartë dhe siguri në punën që ofrojnë. Manifestohet në forma të ndryshme, mundi përmend disa prej formave të tyre është perfeksionizmi, një prej sindromit të mashtrimit të perfeksionizmi, ku personat kërkojnë gjithçka me qenë në perfeksion, sepse gjithmonë e kanë frikën se janë të paaftë për një punë dhe dikush e kupton që këta janë të paaftë. Dhe ata çdo element e kuptojnë. Është normale me qenë perfeksionist në punë, por nëse ajo bëhet shprehje, atëherë ajo është toksike dhe nuk lën hapësinë që ti me mrri me jap rezultate sa më të mira. Ka dhe shumë si emërtime tjera ose forma tjera që lajmërohet ky sindrom. Është forma e solistit, ku këta persona nuk kërkojnë asë ndihmë, mendim të dytë, për frikës, sepse mos po e kupton bashkëbisedues ja kolega për paaftësitë pa njohuritë e tij, që janë irreale, komplet irreale. Ka dhe forma tjera ku është një formë tjetër e gjeniut, kur ata mendojnë se çdo gjë duhet të qenë në perfeksion dhe këta i dinë të gjitha, ose ekspertët më mirë thonë, kur çdo gjë këta duhet me ditë, nëse nuk e dinë atëherë është ky sindromi, manifestohet me këtë sindrom, ku ai e privon drejtën edhe me vazhdu ngritje profesionale për arsye se frika mos po kupton rrethet që ai pa për një punë caktuar. Që është shumë karakteristike edhe kur lavdrohen për punën e mirë që kanë bërë, këta kanë dyshime, mos është eufemizëm dhe vetëm të marrë shefin, thojza të themi, edhe kanë këtë dyshim. Prandaj ky sindrom duhet mu leftu, duhet me identifikuar sa më herët, personat duhet me qenë shumë të hapur për shqetësimin që kanë, duhet me marrë pjesë në grupet sikur të sindromi Dunning-Kruger, takimet me kolegë, peer review që bëhen diskutimet, me pas që nuk ka modele të paprekuna edhe të profesionistave që më marrë, sepse gjatë bisedës e kuptojnë që edhe ata kanë pas dështime në punën e tyre, që është normale, sepse fundit, dhe gjithë profesionistat shëndetësor, po dhe të tjerë, e kjo manifestohet më shumë të 1/4, është raporti mjek me profesione tjera që vujnë nga ky sindrom, e shumë më tepër që është karakteristike të gjenia, shumë më tepër janë gjenia e femnore se sa gjenia mashkullore, dhe duhet bisedojnë, të pranojnë mendime ndryshe dhe ta shohin që mjeku është një njeri i cili edhe mund të gabojë. Nuk është diçka që s'mund të gabojë. Edhe duhet të kuptojnë që secili kemi drejtën e gabimit, se është edhe kjo pjesë e mësimit, me që se jeni mentor
mbi 20 vjetë të grupet specializantëve dhe një ligjerus të mjekësisë familjare në Prishtinë. Kujtoj që edhe ne mjekëve më të vjetër edhe kujdo duhet na kujtohet ko mas kohë një fakt që jemi edhe në ata që mund të ndikojmë në këtë paraqitjen e këtij sindromit të mjekërisë të specializantat ose edhe të studentat parasysh se shumë raste nuk e kanë përkrojen edhe prej mentorëve të vet gjatë specializimit ose edhe profesorëve, asistentëve dhe unë kujtoj që kjo është një qofse shumë e gabueshme, por me qenë se jemi ka fundi i emisionit, në falni, unë kisha pas dëshirë ta kalojmë edhe ta komentojmë edhe fotografinë nëse s'gaboj numër 5, tash numër 5. Edhe për një sindrom tjetër, i cili edhe ky nuk është në klasifikimet e diagnozave dhe ekzaminimeve mjekësore, zyrtare, bëhet fjalë për një aktor dhe për një seri filmike që quhet Dr. House, cili është ai sindrom. Dr. House është një personazh i cili është gjeni në diagnostik, po është shumë i dobët në komunikim me pacient familjar dhe me kolegë, dhe zakonisht ky person hasën shumë probleme sociale ose në raporte sociale me tjerë për të cilat mund edhe të kalohen. Doktor, kjo është një realitet, unë kujtoj që mjekët në përgjithësi kanë aftësi të mira komunikuese, po jo të gjithë. Apo jetoj edhe ju që nëse një person është ta quaj perfekt në diagnostik, por nuk din me folë si duhet, atëherë krejt mundi i humbet. Këta kisha lidh me pritjet e popullatës, së pacientëve. Pacientë për profesionistave shëndetësor presin me qenë diagnostikues mirë, trajtues mirë, po edhe të kujdesshëm. Kur fillojnë programet e mjekësisë, të gjithë jemi shumë të kujdesshëm, po njëritë tona janë modeste. Me kohën ne bëhem shumë ditun, kompetenca e unë rritet shumë, po kujdesi bjen. Një për elementeve që ka implikime bashkë në këta, që shka kërkohet në shoqëni, është komunikimi. Komunikimi është po aq i rëndësishëm sa edhe diagnostifikimi dhe trajtimi. Për arsye se jo të gjithë pacientët. Nëse të kujtohet, ligjërata e parë në mjekësinë familjare ka qenë çdo ankesë nuk ka smunje. Dhe ajo mbet te fotografi, mbet te ne. Çdo ankesë nuk ka smunje, po me një komunikim të mirë, me një qasje të mirë, me një përkroje të mirë, mund të nxjerrim edhe ato që nuk ka smunje organike. Dr. Hausin e kemi model se si mund të qenë diagnostikues, trajnues, mund të funksionon diagnostikues i mirë, trajtues i mirë, njohës i mirë i shkencës, po komunikues i dopt dhe kur ki komunikim dopt, atëherë normal që edhe mungon edhe përcjellja e informatës, edhe shërbimi mund të mos qenë cilësor. Është nëse ne mund ta ilustrojmë edhe me një seri që Dr. Hausi dhe një pacient me në qoftë të kujtohet, ka qenë pjesë edhe magistraturës, kur Dr. Hausi e këshillon pacientën për trajtimin me inhaler, salbutamol, dhe po paja shpjegu se si përdoret, qysh mënyrë se si duhet, kthehet pas 2 javë gjendja dhe më praktikisune ku e tregon e ka përdorur si parfum. E ka përcjell mesazhin se sa emisioni ose program filmi i këtij Dr. House e ka përcjell mesazhin se sa është e rëndësishme në shëndetësi, komunikimi dhe raportet mjek-pacient, patjetër që edhe mjek infermier. Faleminderit. Jemi ka fundi në pjesë zyrtare, më tregoni nëse keni ndonjë porosi për publikun. Unë uroj që kemi mujt me bo një përmbledhje 25 vjetë të kujdesit parsorë shëndetësor dhe sa është e rëndësishme kujdesit parsorë shëndetësor për mirëqenien shëndetësore të tërë banorëve, po flas tash për Gjakov, për komunën tonë. Nëse kemi arrit me përqu këtë mesazh atë kisha qenë shumë i lumtur që jam pjesë e këtij misioni. Patjetër, faleminderit doktor. Tash për pyetje personale do kurdu që unë nuk do ta marr këtë parë lejen për mysafirit. Ju keni qenë drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare për
Për shumë vite, disa vite kemi qenë, më tregoni. 6 vjet. 6 vjet, se mu ka duk që kanë qenë ma shumë, se sa kaq. Mos harrojmë se ju jeni mos mesën bërë që jeni bashkëpunëtor një poliklinikës private në cilën është zhvilluar mbi 1500 vizita, COVID vizita pa pagesë për pacient. Po të njëjtën kohë, si mes informatave unë që i kam ju vazhdimisht lëboni në staf për ndrimin e se drejtori është dikush tjetër, për ndrimin e drejtorit, a do të thotë kjo që nëse ju ka met akoma ajo meraku prej drejtorlykut 7 vjeçor me vazhdu edhe privat, apo jeni dorëzues për ditash? Atëherë, në qendra poliklinika Almeda është shumë mirë me stafin menaxhues dhe nuk besoj që ka të interesuar aty me bundrime, përkundër që është trendi mirë me ndru drejtora, se thonë. Do thotë aspiratat akoma nuk janë krejtësisht të zhdukura. Doktor Ulzim, shumë faleminderit, ky ishte emisioni 100 Med Plus. E kisha kënaqësi me të vërtet që të realizojmë bashk. Unë i falenderoj gjithë mysafirët të cilët për këto 100 epizoda të emisionit Med Plus kanë qenë prezent dhe i kanë ndonë mbi 2000 përgjigje për mbi 2000 pyetje, të cilat unë shpresoj që ka qenë shumë interes për publikun. E falenderoj patjetër edhe stafin e TV-s-yrit, të cilët gjithmonë ma lehtësojnë punën. Mirë po mbi gjithë ju falenderoj juve që na përcjellni, se pa ju nuk do të ekziston edhe ky emision. Për sonte kaq patëm bashkë, mirupafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.